Tensionet mes Rusisë dhe Gjermanisë janë përshkallëzuar pasi Ministria e Jashtme ruse ka thirrur ambasadorin gjerman në Moskë për të shprehur një protestë të fortë diplomatike. Shkak është bërë një takim i zhvilluar në Kiev mes një deputeti të Bundestagut dhe Ahmed Zakajev, një figurë që Rusia e konsideron terrorist dhe e ka shpallur në kërkim ndërkombëtar. Sipas deklaratës zyrtare të Moskos, takimi është organizuar me mbështetjen e autoriteteve ukrainase dhe përfshinte deputetin gjerman Roderick Kiesewetter, antar i Komisionit të Politikës së Jashtme nga partia CDU. Rusia pretendon se gjatë këtij takimi janë mbështetur aktivitete antiruse dhe është kërkuar bashkëpunim për veprime që synojnë destabilizimin e situatës politike në Rusi. Autoritetet ruse e cilësojnë këtë zhvillim si një provë të qartë në ndërhyrjes së Gjermanisë në punët e brendshme të vendit, duke lidhur gjithashtu me bashkëpunimin me struktura që i konsideron terroriste. Në reagimin e saj, Moska paralajmëroi se veprime të tilla armiqësore nuk do të mbeten pa përgjigje dhe mund të kenë pasoja për Berlinin. Ahmed Zakajev, i lindur në Kazakistan, është një ish komandant i luftës çeçene dhe prej vitesh jeton në Londër, pasi ka marrë azil politik në Mbretërinë e Bashkuar. Rusia e akuzon atë për krime të rënda, përfshirë rebelim të armatosur dhe rrëmbim, akuza që ai i ka mohuar.